shumë gjasa, se kom pa që ka lëvizje pozitive drejt kandidatit të PDK-s. Ky e ka pas një të mirë, ky djali e ka pas një të mirë shumë të madhe, që opinioni publik e ka pa kush është një djali i ri që aty ka këshit PDK, sepse fytyra Bedri Hamzës, dhe kur ka dalë terren, ka qenë për skepticizëm. Ka thonë kush është ky, s'u fiton. Kur e dalë në fush, tani e kam pa që jo ka dalë. Ka dalë se me thonë, pas ka në kandidatin e PDK-s, pas ka edhe brum, pas qenë ka edhe djali që nuk është nervoz dhe me njëherë ju ka këthim pozitiv. Po ka njëherë kur s'ka shpresa në ty, o shumë ma mirë, se rritër shpresat ma shumë. Gjallë shpresat dhe thetaj miti i kryum, sepse Bedri Hamza ka qenë figurë e nalë. Dhe kjo e ka pas që të fatën e mi, Fatën Peci e ka pas që atin ka shku për e tjeshit, ka thonë njëm ylli këtu, ka shku bashkë me arrogancën e një ylli i cili nuk është Mitrovic. Pra edhe ati ju ka hakmera jo, për mendimin tim. E ka po garen si të letë, e ka po garen si të fitu me në teren, ka pas vetëm arrogancë dhe ka dështu. Për që ta po thëmë në gjatë të në kohës, Ariani ka shku, ka qenë në rritje. Dhe është në rritje në besoj edhe në këto momente, dhe si pas meje, është favorit për garen. Pa më varëse, unë s'kom numrat Mitrovicës, i kom dë numra. Me qëta numra, nuk për ju besoj. Po flasë me numra, po flasë me një farë, që va ndjesie, gut feeling që i thojnë ata, me një farë ndjesie, ma shumë të mbështetën, edhe në basti disa informatave që i kam për terenit, po edhe një oris ka pak procesët zgjedhore. Ka një herë e ndjenë që dikush mundet me fitu, dhe e ndjenë që dikush mundet me hup. Kjo edhe shpesher edhe dështën, po është një gut feeling, bitësën po flasë. Unë thëmë që ka gjasa për balotaj, sepse është ju nënçmu, kandidati LDK-s ka pak gzim Klakulli. Unë menaj që është ju nënçmu. Pra po shihet pak ma poshtë se që ka me dalë. Jënë të e matë, këta që po mendojnë që s'ka me pas balotaj, nuk po e shohin kandidatin LDK-s mi 5-6%. Unë mendoj që kandidati LDK-s nuk ka shanca me dalë në 10% në qëfë se nuk ka tradhtit brendshme. Pra në qëfë se barësi i listës, Safet Kamberi, në Këqiq, nuk e tradhtën kandidatin e LDK-s me thonë, mos i hap një këti, pa ma veç mu, kë nuk ka shanca me dalë në 8-10%. Dhe nëse LDK del të 8-10%, atër ki balotaj. Kishë Këqiq dhe kishë përbashku familje. Përbashkim është edhe me kandidatin kjo. Kjo përbashkim është edhe me kandidatin, se janë disa vene që alo janë stronghold. Tash gara në Mitrovic u po kështu Shala Drenica. Mendoj që as Shala as Drenica s'ka të me zgjedh kryetarin e Mitrovicit sa herë. Për një arsye shumë thjesht që në bazë të matjeve që i dim, dikon votuesi i PDK-s shkon pa asnjë problem, te Arjan Tahiri. Shkon pa asnjë problem. Pra ka votuesi në bazë të PDK-s. Se këtë frika ka qenë e merr ky votuesin e PDK-s. Nga starti e ka pas votuesin e PDK-s. Natyrisht ndihma Bedri Hamzës ka kryer punën aty. Tash, ky vjen me priordhje nga Shala. Ka diçka votues atje. Dion është një farë beteja aty, po Mitrovica, qyteti është dikun një 30% e bazës të votuesve të cilët kanë orë, Gjakov, Shol, Drenic, gjithka, po njihen Mitrovic, nuk votojnë territorialisht. Pra një pjesë e njerëzve voton territorialisht, nëse je i Shalës të voton ty Shaljan, nëse je Drenicës voton ty Drenicak, që këtë bën ty me konë ngarë me automatizëm. Mirë, po mi fitu zgjedhjet ka mi fitu, qaj që e merë edhe këtë pjesën e qytetit Mitrovicës, që zvotojnë territorialisht. Dhe unë përshët që në kohëve të fundit Arianin përshëm ma shumë për parti që aty se Fatën Pecin. Dhe qajo pjesë, nuk votën pëse ti e nipi i zbëletinit. Aje asje. Nuk votën e për atë punë. Së mërzitet, është pak ma urbane. Votën bi programin edhe menyrën që shullheqet. Pra unë që aty e shumë për parësi Arjan Tahirit dhe për që ata menoj që këtë deli pari. Në qatë bazën e shumë të fuqeshëm dhe me potencial edhe kandidatin i LDK-s. Pra ndaj po thëmë që mundet më rritë. Për pas nëse ka pabesi. Nëse rritë LDK-a ka balotaj normal, që e kom thonë. Nëse Fatën Peci dërgohet në balotaj, Fatën Peci zhveshët dhe e ka humbin e garantume. Sepse ka shku si rockstar. Ka thonë me fitoj këtë, Binedi ka pas, Albini ka thonë 70% i merti atje. Pse s'po shkon, te e ki fitojnë me 70%. Që për qa po shtyhëm tash? Më për qa po shtyhëm tash luft, jeta vdekje është, apo fitëm për balotajë? Ro 70%. Në 45-6 ro. Pra dhe tash që këto në balotajë? Qa ndodhë kur që në balotajë kjo? Ka dhënë sa i vogël je, sa i dopt je, se ke shku me pritjet moja. Ky me pritjet vogël ja hi. Mirë po superstar, të rockstar e ki Arianin, a u dosh me konë Patoni.
Pra qështu e shogaren, kështu që Hermani ati unë bëmësoj që... Rockstar, Arioni. Po, absolutisht, fatoni unë nisë për Rockstar. Kjo u bo, sepse kontra ka ndru rolet, ka ndru rolet. Në qatë kuptim Rockstar, për në voks, më thëmë je bo, Artioni. Bonovox.